Ka pasur një raportim lidhur me një, po themi, vjedhje në banesën e një prej opinionistëve të Big Brother VIP Kosova. Çfarë ka ndodhur realisht, se mediat kanë raportuar për një futje aty? Bashkë me Oltën janë opinionistët të Big Brother VIP Kosova dhe thuhet që shtëpia e saj është grabitur dhe aty janë vjedhur disa shumë të parave dhe disa gjëra të shtrenjta. Policia është duke zhvilluar hetimet, mirë, po për momentin nuk është se kanë dhënë informacione shumë të hollësishme lidhur me këtë rast, por vetëm se kanë thënë që po punojmë që t'i gjejnë autorët dhe ta zbardhin rastin. Kështu që kjo nuk është edhe shumë si thuash larg mend kuptimin që zakonisht kur personat të famshëm janë në krye të detyrës, hajnat e gjejnë mundësinë për ta bërë një gjë të tillë. Duket se kjo ka ndodhur pikërisht në momentin ku Leonora ishte në program në praimin e Big Brother të Kosovës ditën e hënë dhe kështu që duket që atë ditë duket se ketë ndodhur kjo ngjarje, por që hojna duket se kanë qenë shumë të përgatitur paraprakisht dhe kanë përcjell lëvizjet e Leonorës dhe në momentin kur ajo ka qenë spektakël, këta kanë shfrytzuar rastin për të vjedhur në shtëpinë e saj, me idenë që njerëz të famshëm kanë edhe jetë shtrenjtë edhe në këtë kuptim gjërat me vlerë të tyre do të mund të shesin në tregëzi. Kështu që për momentin po them prap, nuk ka të arrestuar, mirë po policia po punon për t'i kapur dhe deri në njoftimin tjetër nuk mund të themi më tepër ndonjë gjë tjetër përveç to që i cekëm më lart. Faton fakt duhet pyes një, po themi një pyetje kam lidhur dhe me çfarë ndodh realisht, a është në masivitet shikueshmëria e Big Brotherit në Kosovë dhe a ka krim gjatë dhënies së Big Brotherit, pra është e lidhur ky momenti i shfaqjes me ndonjë, po themi siç është vjedhje ose me ndonjë konflikt, ndonjë ngjarje, pra shfrytëzohet shikueshmëria e Bigut për ndonjë ngjarje kriminale? Realisht shikueshmëria është natyrshme që është shikueshmëria e lartë, edhe për më tepër që të rinë tashmë secili ka një celular dhe disa i ndjekin për kuriozitet dhe disa thjesht se nuk kanë ndonjë alternativë mbase më të mirë, por është i ndjekur, realisht është i ndjekur shumë. Kjo edhe e shpërfaqën, e thash edhe më herët, nivelin shoqëror të shoqërisë, sepse në Angli ta zëm Big Brother nuk është as në mesin e 10 programeve më të shikuara atje, derisa tek ne në Kosovën, Shqipëri janë në top. Pra, në këtë kuptim kjo shpjegon që edhe nivelin shoqëror, sa i përket krimeve, lidhjeve me krimin, deri më tani nuk është se ka pas ndonjë si thuash ndonjë linjë të përbashkët në këtë kuptim, mirë po krimet kanë ndodhur. Me rastin e Leonorës po, kjo është e lidhur sepse hajnat e kanë ditur shumë qartë që ajo është në emision dhe nuk mund spoko do të ishte 3 orë atje dhe ata e kanë posë komoditetin për të bërë si thua vjedhjen si thua avash. Por për gjëra tjera nuk është se ka posë si thua ndonjë organizim, kështu spoku nuk është vërejtur ndonjë gjë e tillë deri më tani. Pavarësisht se në Shqipëri duket se kjo është më theksuar, siç e kam ndjekur, Shqipëri është më theksuar. Kjo si thua kjo periudha e shfaqjes së prajmit duket se është më si një terren më i përshtatshëm për hajnat për të bërë vjedhje. Derisa në Kosovë nuk është se ka pas se janë shu vjedhjet pikërisht në këtë orar. Por si në çdo vend ka pas vjedhje, mirë po nuk është se deri më tani statistikat e tregojnë që ka pas një rritje të vjedhjeve në këtë orar. Por për Leonorën po e them po, ka ndodhur pikërisht. Faton duhet pyes lidhur me, po themi, një krahasim të Big Brother VIP Kosova dhe të Shqipërisë. A duket sikur Big Brother Kosova është pak më i egzageruar në etikë, le të themi? Po, edhe nga komunikimet që unë kam me njerëz thonë që Big Brother në Shqipëri spoku thonë për këtë vetë është më si thonë ata më i moralshëm se në Kosovë. Kështu spoku e japin opinionin qytetarët e zakonshëm. Dhe qytetarët e Kosovës cilët e ndjekin Big Brother Kosova e ndjekin në Shqipërisë, pra janë po të njëjtit, pra
i ndjekin të dy pol Big Brother dhe në krahasime që bëjnë ata, theksojnë që është një nivel pak më i lartë në Shqipëri, edhe i diskutimit, mirë po edhe i morali. Derisa në Kosovë duket që në mungesë të ideve, në mungesë të dijes, mungesë të përgatitje për të bërë debate të mirëfillta, kanë zgjedhur këtë formë pra të vajzat të zhveshjes, të amoralitetit dhe po të shohësh aty në bazë të asaj që kanë filluar ti për kuriozitet të ndjek debatet më të klikuara që kanë qenë pikërisht debatet kur janë përfol për lidhjet me njëri tjetrin ose për amoralitetin që ka ndodhur, pra kur njëri gjoja se e ka tradhtu me tjetrin dhe tjetra është bërë xheloze, gjëra të tilla, cilat të drejtën më tepër besoj që janë skenar se janë të vërteta, por thjesht shoqëria jonë siç e dim është një shoqëri që vuan për kësi skenare, për kësa skenare seriale turke dhe ne jemi një popull pak a shumë me atë mendësi, pra nuk kemi ngatikim, pra kjo është mendësi e cila vdes për drama, për seriale, për skena, xhelozie, gjëra të tilla, kështu që në këtë kuptim këto kanë qenë më të shikuara, derisa në Shqipëri me aq sa kam parë ka qenë në nivel pak më i lartë i diskutimit dhe kryesisht disa debate janë zhvilluar në parime, derisa këtu në Kosovë asnjë debat unë nuk e kam parë të mirëfillt, pra në kuptimin që të ketë dikush një mendim në parim, thjesht janë zënë për imëcira sepse nuk kanë çfarë t'japin aty dhe për dal, si më thuash, për qenë qendër vëmendjes dhe me idenë që do të qëndrojnë më gjatë aty, thjesht bëjnë edhe si thua gjëra dhe shpesh idioteske dhe më tepër immoralitet. Unë nuk kam parë as në plazh vojza më të zhveshura se në Big Brother Kosova. Të drejtën nuk ose jam tifoz i Big Brother, mirë po pasi mora informacionin që zhvillua një quiz, thash ta shoh me sytë e mi se çfarë ka ndodhur dhe çfarë të shoh, një lemëri e paparë, një tmerr që nuk do koment. Pra me të ashtu quajtur VIP-a që nuk njohin se kush është Ismail Qemali, nuk e njohin kush është Ibrahim Rugova, nuk e njohin kush është Naim Frashëri, pra njerëz elitar historik që kanë bërë historinë në popullin shqiptar nuk njihen. Kjo është një alarm, me të thënë drejtën, për shoqërinë shqiptare se çfarë nuk është problem Big Brother, por është problem se çfarë modeli shoqëror po ju shërbejnë apo po ju servisin të rinjve ta. Çfarë modeli duhet po ju servisin që të ndjekin fëmijët tanë, brezat e ri, çfarë modeli të njerëzve të cilët nuk kanë asnjë merit pse quhen VIP. Pra ata hynë për të bërë VIP-a, jo pse janë VIP-a aty. Në këtë kuptim, pra kjo është një katandisje e rëndë e shoqërisë dhe është një alarm për gjithë shtetin shqiptar në Kosovë, në Shqipëri, që në çfarë gjendje të ulët është sot shoqëria shqiptare dhe kjo tregon edhe nivelin e ulët të arsimimit, pra që kanë shoqëria dhe pavarësisht se njeriu mund të jetë edhe bari, mirë po mos më njoft kush është Ismail Qemali, mos më njoft kush është Ibrahim Rugova e Naim Frashëri, për në gjykimin tim është më tepër se tmerr, është një këmbon alarmi. Shumë me thënë drejtën jam tmerru kur i kam parë edhe ajo që ishte edhe akoma më trishtuese ishin se këta njerëz të quajtur VIP nuk është se u ndjen fare në keq, përkundrazi filluan të qeshnin dhe thanë që është diçka shumë e këndshme, pavarësisht se nuk i njenin dhe kjo është vërtet për tu tmerruar. Kjo tregon nivelin jashtëzakonisht jo të ulët, mirë po tepër të ulët të këtyre njerëzve të cilët pak a shumë e pasqyrojnë me një farë mënyrë edhe gjendjen shoqërore të shoqërisë sonë shqiptare në të dy anët e kufirit. Ata nuk mendoni që mund të ketë lidhje vetëm personazhet të cilët futen aty, pra apo mendon se është një gjendje e përgjithshme arsimi pra në Kosovë? Si e gjykon? Ka në gjendjen e përgjithshme të arsimimit, pra se të kujtojmë që Big Brother kur është krijuar nga Demoli në 1999, fillimisht është bërë si një eksperiment social me disa njerëz të cilët kanë divergjenca të ndryshme, kanë si thuash
dallime të ndryshme dhe për të porë se si mund të jetojnë brenda një hapësire të përbashkët gjithë këta njerëz, pra ka qenë një eksperiment social. Dhe për ta shpjeguar me një farë mënyre edhe gjendjen për ta shpërfaqur edhe gjendjen e shoqërore. Realisht Big Brother e shpërfaq gjendjen shoqërore në Kosovë dhe në Shqipëri, deshtëm apo nuk deshtëm ne. Pra, pjesën më të madhe të shoqërisë e kemi po të këtij niveli, sepse po të shohim klikimet që marrin këta, i marrin nga kjo shoqëri. Pra, nuk i merr nga unë klikimet që unë nuk e shoh. As nuk bëj like, as nuk merrem me këto gjëra. Po ideja është që nga një pjesë e shoqërisë që i kanë si model këta, i përmendin vazhdimisht, i shikojnë 24 orë, i përjetojnë situatat e tyre të brendshme, i përjetojnë sikur të jenë të tyre. Në këtë kuptim, pra, janë mishëruar shoqëria jonë me këta njerëz dhe janë produkt i kësaj shoqërie, deshtëm apo nuk deshtëm. Prandaj, për institucionet në Tiranë, në Prishtinë, kjo duhet të jetë një këmbon alarmi për të ngritur nivelin më të lartë të arsimimit dhe për ta bërë, si thua, arsimin prioritet kombëtar, sepse kujtojmë që edhe në PISA, sidomos Kosova del e fundit gjithmonë. Kjo është një këmbon alarmi, mirë po duket që tashmë ajo që është edhe akoma më e rrezikshme është që kjo po bëhet normë, pra po bëhet një model edhe për brezat e ri, të cilët po mishërohen me këtë ignorancë të quajtur VIP.